Përndërë të përfundimit e suksesshëm të vitit shkollor, për këta nxënës të shkollës fillore Dëshmorët Leshi, në kuadër të aktivitetit pranvera poetike e Dushkajës, u organizua orë letrare nga shoqata e krijuesve letrar Penat e Dushkajës. Morën pjesë krijues letrar dashamirë të fjalës artistike, në mesin e të cilëve edhe shkrimtari Skënder Hoxha, i cili shkoqiti disa vargje poetike. Me pros muza, vdekjes i rigatitu si tehrike. Zbera më kate, vagun mos merë në goj, zoti pret e vret. Rrim me mecë për balë njeri tjetrit, prush i gurëzuar. Nuk munguan edhe poezit e krijuesve të vegjël. Iko dimri erdh vera, iko dimri erdh vera, erdh behori qelin vera, borsoli ko tranda vili, monument çfarë thot birbiri, erdhi vera qelin mollat me shendet, robat e olla, sa që nga gëzuar dorë që nga veshur me të bardha. E bukur është festa që ne sot e festojmë dhe në çdo vjetër ne do ta festojmë. Gëzuar shkolla ime festime, shumë gëzime dëshiroj nga zemra shumë vjetërin. I njëjti aktivitet u mbajt edhe në fshatin Krelan.